Mirëmbrëma të gjithëve, shihemi së bashku në Klinika 24 si çdo të shtunë dhe për çfarë do të flasim sot. Me ne në pjesën e parë do të jetë doktoresh Tea Sheu Kolnika, ajo është mjeke endokrinologe nga Spitali Amerikan nr. 3 në Tiranë. Ne do të flasim për hipofizën dhe rëndësinë që ajo ka në organizëm. Ndërsa në pjesën e dytë ne do të flasim për sindromin e zemrës së thyer. Mjekja kardiologe Nereida Xhabia do të jetë me ne për të sqaruar më tepër për këtë sindrom. Për të gjitha këto, ju ftoj të më ndiqni. Ja ku jemi në rubrikën ku sjellim këshillat e ekspertëve dhe përditësimet e fundit për të jetuar gjatë dhe shëndetshëm. Për çfarë do të flasim sot? Pas disa ngjarjeve traumatike, qëllon që disa njerëz të kenë dhimbje kraharori apo ngulçime. Simptoma këto që lidhen me atë që quhet sindroma e zemrës së thyer. Studimet thonë që megjithëse preken më shumë femrat, për meshkujt kjo sindrom mund të jetë fatale. Zemra jonë është më shumë se sa një pompë gjaku. Ajo është një pasqyrë e mënyrës si jetojmë, si ndjejmë, si përballojmë dhimbjen dhe gëzimin. Të jetosh shëndetshëm do të thotë të kujdesesh për të gjithë vetveten, trupin, mendjen dhe zemrën. Një studim i publikuar në revistën New England Journal of Medicine tregon se rreth 90% e rasteve me sindromën e zemrës së thyer ndodhin tek gratë, kryesisht pas menopauzës. Kjo lidhet me ndryshimet hormonale që ndodhin pas kësaj periudhe, duke e bërë sistemin kardiovaskular më të ndjeshëm ndaj hormoneve të stresit, si adrenalina dhe kortizoli. Gjithashtu, një studim i vitit 2021 nga American Heart Association thekson se incidenca e kësaj sindrome është në rritje, sidomos në kohët moderne, ku stresi emocional dhe ai kronik janë bërë pjesë e jetës së përditshme. Kjo sindrom dëshmon fuqishëm se shëndeti emocional ndikon drejt për drejt në shëndetin e zemrës dhe se menaxhimi i stresit është po aq i rëndësishëm sa edhe dieta apo aktiviteti fizik. Ky ishte editoriali im për sot. Ne do të vazhdojmë të flasim në pjesën e dytë të emisionit Klinika 24 për sindromën e zemrës së thyer. Ne do të jemi me mjeken kardiologe Nereida Xhabia. Vazhdoni të na ndiqni. Siç edhe unë njoftova, ne jemi me specialistin në studio, rubrika ku vinë mjek të ftuar për patologji dhe problematika të ndryshme. Unë sot kam kënaqësi të kam Tea Sheu Kolnika, mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Je një mjeke endokrinologe që je bashkuar së fundmi ekipit të Spitalit Amerikan 3. Po. Dhe endokrinologjia me gjithë fushën e saj të gjerë që ajo mbulon ka gjithmonë nevojë për të sqaruar, sepse problematikat që ajo përmbledh janë të shumta, nisur edhe me një si ka dalë një TSH e thjesht. E vëre këtë? Eksakt. Shumë e vërtetë. Endokrinologjia duke qenë një fushë e gjerë dhe disa patologji të saj shumë prevalente në popullat, shpesh janë analizat të rutinës tonë, kështu që i shikojmë në përditshmëri. Dhe gjithmonë me pacientët do të shohim pak në një ditë pune. Si është dita jote e punës edhe kthehemi të fillojmë bisedën nga fillimi. Po.
Ja ku jemi rikthyer të pa me pacientët dhe mbase dhe keni nevojë, jeni gjithmonë ekipe dhe konsultojeni dhe me specialitetet e tjera dhe ne do ta nxjerrim edhe gjatë bisedës me kë bashkëpunoni ju më shumë. Patjetër, sidomos për patologjitë që ne do flasim sot, është shumë i rëndësishëm ekipi multidisiplinar. E njohim hipofizën, po nuk flitet shumë për të dhe kemi nevojë për informacion, sepse dhe ajo sjell probleme shumë në organizëm. E shpjegojmë pak që është hipofiza dhe sa ndikon ajo organizmin tonë. Hipofiza është një gjëndër e vogël, e cila ndodhet në bazën e trurit, me përmasa afërsisht sa një bizele, për të kuptuar se sa realisht e vogël është, pra një strukturë kockore, në një strukturë kockore që quhet cela turcika, dhe që është ndarë në dy pjesë të cilat ndajnë dhe funksionin fiziologjik që e kanë. Në pjesën e saj të përparme, prodhohen disa hormone të cilat shërbejnë për të dirigjuar disa gjëndra të tjera endokrine në trupin tonë. Që do me thënë, duhet ta mendojmë hipofizën si pjesë të një kontrolli me katet të sistemit tonë endokrin, ku hipofiza qëndron në ato katet e larta. Dhe dirigjon se çfarë duhet bëj periferia. Fjala vjen në gjendrën teori dhe paka shumë të gjithë sot e njohim. Edhe ajo 8 gram është, po dëmin e më të madhe. Po, eksakt. Sepse flitet shpesh për të, dhe gjendra teori është pikërisht një gjendër efektore, që ne kemi endokrinë në trupin tonë, që prodhon hormone shumë të rëndësishme, por që dirigjimin dhe kontrollin e merr pikërisht nga hipofiza. Dhe për analogi, ai hormoni që ne përmendëm pak më përpara të SAH-e, është pikërisht një hormon që prodhohet nga hipofiza dhe që merret me stimulimin e kësaj gjëndre. Përveç kësaj, në hipofizë prodhohet prolaktina, prodhohet që është një hormon shumë i rëndësishëm, sidomos gjatë procesit të gjithëdhënies, prodhohet hormoni i rritjes me efekte shumë të rëndësishme, jo vetëm në rritje, por dhe efekte të tjera metabolike. Prodhohet hormoni kontrollues si një gjëndre tjetër që është përgjegjës për stresin e organizmit tonë, që është gjëndra mbiveshkore. Dhe natyrisht dy hormone të tjera të cilat merren me kontrollin e funksionit të gonadeve, pra gjëndrave tona endokrine seksuale. Si quheshin edhe një herë? Hormonet që merren me stimulimin e gonadeve quhen FSH, hormoni folikulo stimulues, dhe LH, luteinizues. Këto janë dy hormonet që janë shumë të rëndësishme për mirë funksionin e aparatit riprodhues. Flasim për të dy gjinit. Flasim për të dy gjinit patjetër. Pastaj me siguri kanë specifikat e tyre kur vjen. Po. Mirë, do t'i kthehemi pak. Përveç kësaj, hipofiza ka dhe anën e vetë të mbrapme, që quhet hipofiza posteriore, në të cilin prodhohen dy hormone të tjera shumë të rëndësishme, njëri prej tyre është oksitocina, hormon shumë i rëndësishëm gjatë procesit të lindjes, por dhe gjatë gjithëdhënies, dhe nga ana tjetër prodhohet hormoni antidiuretik, që është një nga hormonet kyç të organizmit tonë për balancën e ujit dhe elektrolitëve. Kështu që një gjëndër sa një bizele, përmendëm në fillim, që dirigjon tamam si një master gland të gjithë punën që bën periferia e organeve tona endokrine dhe kësaj është tmerrsisht e rëndësishme. Dhe me siguri gjatë periudhave të jetës, mbase ajo ndryshon ato raportet edhe nivelet në varësi të moshës dhe gjinisë. Patjetër, në varësi të moshës, gjinisë, por dhe të nevojave që ka organizmi. Për shembull, për kuriozitetin tuaj, gjatë shtatzanisë, hipofiza pëson një rritje fiziologjike, quhet hiperplazi, pikërisht për shkak të nevojës që ka për të prodhuar hormone, sepse duhet të përballojë, po themi, dy jetë. Dy jetë edhe bebin që vjen. Mirë, ne flasim në emision për smundje të ndryshme dhe për fat keq ka akoma smundje të cilat vazhdojnë të marrin jetë, edhe trëmbin pak në popullat. Dhe gjatë bisedës paraprake ne u konsultuam dhe thamë që do flasim për tumoret e hipofizës, por do t'i sqarojmë me shumë kujdes dhe do të japim disa informacione pa dashur të trëmbim. Patjetër. Gjë rastin sepse e kuptoj shumë mirë që fjala tumor në gjithë audiencën që na dëgjon ngjan një term i frikshëm. Nuk është ky rasti, sepse në mbi 95% të rasteve flasim për tumore benigne në këtë rast. Pra në thjesht masa që zhvillohen në zonën ku është hipofiza dhe nga qelizat e saj, por nga pikpamja e rrezikshmërisë për jetën apo probleme dhe avancime nuk është. Ky është një lajm i mirë. Ky është një lajm patjetër i mirë dhe për fat shpesh me zgjidhje, të cilat nuk janë shumë invazive dhe mund të jenë të lehta edhe për pacientët. Pra nuk po flasim për një terminologji të frikshme, absolutisht. Po a janë të shpeshta në popullat? Sa i hasni ju në punën tuaj? Në përgjithësi tumorët e hipofizës përbëjnë 10 deri në 15% të tumorëve të përgjithshme të trurit, ndërsa prevalenca përgjithshme në popullat është 1 në 1000, 1 në 1200 banor. Pra po flasim për një smundje që është relativisht e rrallë.
në popullatën e përgjithësi është prezente dhe natyrisht ka disa pasoja klinike të cilat ne do t'i diskutojmë gjatë bisedës së sotme, të cilat nuk duhen neglizhuar dhe që është mirë ta kapim në kohë sepse përmirësojnë cilësinë e jetesës pacientët. Le t'i tregojmë atëherë le të flasim pak base ka lidhje dhe me ato që ndryshon tek hormonet dhe ç'vinire ju duhet kanë lidhje këto me prolaktinën, meqense ju përmendët në fillim? Atëherë, prolaktina është një nga hormonet kryesore që prodhohet nga pjesa e përparme e hipofizës. Me dy funksione fiziologjike shumë të rëndësishme gjatë shtatzanisë dhe periudhës së gjithdhënies apo laktacionit. Dhe jashtë këtyre periudhave, prolaktina ka tendencën që tri pak e frenuar. Pra, në dallim me hormonet e tjera që prodhon pjesa e parme e hipofizës, mund të themi që është hormoni më i disiplinuar i hipofizës përparme. Dhe ka shumë të zhvilluara boshtet që e mbajnë atë të frenuar. Dhe në fakt, nëse në zonën e hipofizës formohen tumore, të cilat mund t'jenë ose jo prolaktin prodhues, ato shpesh shoqërohen me rritje të niveleve të prolaktinës. Dhe kjo vjen pikërisht nga fakti që këto tumora apo masa që mund të zhvillohen aty bën një shtypje këtyre rrugëve që e mbajnë të disiplinuar këtë tumor. Megjithatë, ne duhet kemi parasysh që rritjet e niveleve të prolaktinës nuk ndodhin vetëm nga tumoret. Dhe diagnoza diferenciale e kësaj gjë është jashtë mase e gjerë, sepse shpesh na ndodh që të na vijnë pacient me një analizë të bërë, qoftë të referuar nga ginekologu, qoftë të referuar nga një mjek familje, apo që mund të kenë lexuar vetë diku dhe e kanë bërë këtë analizë, dhe pyetja që na bën doktoresha, kam unë një tumor, do më thënë kjo është pyetja e parë që ne pacientët na bëjnë sepse trëmbën kur shikojnë një nivel të lartë të prolaktinës. Nivele të larta të prolaktinës. Dhe i lidhin detyrimisht me një tumor. Në fakt, nuk është vetëm kjo. Përveç këtyre dy shkaqeve fiziologjike që unë të përmenda, që është shtatzania dhe laktacioni, prolaktina është një hormon stresi. Dhe këtu gjej rastin të bëj një sekond një thirrje për mënyrën se si duhet marrë dhe matet niveli i prolaktinës. Është e rëndësishme të matet esëll, të matet mundësisht në orën 8 deri në 9 të mëngjesit, mundësisht në fazën folikulare të ciklit menstrual, pra është një hormon që do disa specifika në matje, dhe idealisht me kanjul dhe të bën 3 matje të një pasnjëshme dhe të nxjerrët mesatari atyre. Pse e them unë këtë? Dhe kjo shumë e rëndësishme për të gjithë teknikët e laboratorit edhe mjekët e laboratorit që duhet ta dinë. Pse e them unë këtë? Sepse edhe stresi i shpimit që kemi nga marrja e analizës mund të arrisë nivelin e prolaktinës. Ka që ndjeshme është kjo gjë dhe mua më ka ndodhur në përditshmërinë tonë klinike që pacientët të vinë me një rritje shumë të vogël të niveleve të prolaktinës dhe të jenë natyrisht të tmerruar, por nëse ne kemi bërë matjen me 3 matje në këto kushte që unë sapo të përmenda, në fakt ka qenë një hormon totalisht brenda normës dhe nuk ka pas nevojë që të shkojmë drejt analizave të tjera. Dhe me 3 matje ne nuk gabojmë, sepse me 3 matje natyrisht gjasat për të gabuar janë shumë më të vogla, prandaj ky test është standardizuar. Përveç kësaj, shkaqe të tjera përveç tumorëve, sepse prolaktina mund të rritet, është për shembull dhe ulja e nivelit të hormoneve të tiroides. Për shembull Hashimoto mund të shoqërohet me rritjet niveleve të prolaktinës. Sindroma varit polikistik mund të shoqërohet me rritjet vogla të nivelit të prolaktinës. Shumë mirë që tham këtë se dhe vajzat reja gjithë më tepër po preken, kështu që është mirë ta dinë. Eksakt, pra nuk janë vetëm tumoret shkak i kësaj gjëje, është një diagnozë diferenciale shumë e gjerë. Një tjetër patologji e organizmit, një stres akut që organizmi po kalon, duke qenë se ndër të tjera prolaktina është dhe hormon stresi, mund të shoqërohet me rritje pak niveleve të prolaktinës. Gjithashtu medikamentet, ka disa medikamente që mund të japin rritjet niveleve të prolaktinës dhe kampion në këto rritje janë përdorimi medikamenteve antipsikotik dhe antidepresiv. Për shembull risperidoni është një nga ato medikamente që e rrit më shumë se çdo gjë tjetër, pra jo tumorale, nivelin e prolaktinës. Dhe duhet të jetë pjesë patjetër e anamnezës shumë të kujdesshme që ne bëjmë me pacientët. Bëm shumë mirë që i sqaruam të gjitha këto dhe në një pjesë të madhe unë e vura re që ishin lidhur me gratë, vajzat e gratë. Detyrimisht janë ato që preken më shumë nga këto problematika. Pjesa që the për stresin dhe përdorimin e antidepresive e kuptoj që janë të dy gjinit, po mbase janë më të prekura gratë nga këto probleme? Për shembull Hashimotos, që unë përmenda se një nga shkaqet në cilën rritet nivelet e prolaktinës, duke qenë kjo një patologji më prevalente te gratë,
Ky si shkak predominon të gratë. Nga ana tjetër, sindroma varet polikistik është ekskluzivisht të grave dhe vajzave në periudhën Po edhe për Hashimoton më shumë edhe për Hashimoton gjithsesi janë më shumë gratë. Kështu që për këtë arsye mund të kemi më shumë rritje të këto. Ndërsa për pjesën e stresit të shpimit, unë personalisht e kam parë më prevalente të gratë, pikërisht janë pak më anksiose. Si natyra, por jo që detyrimisht është tek ato. Mirë, gjithsesi i sqaruam rastet kur kjo rritje është e lidhur me problematika që nuk mbulojnë atë pjesën që të ati tumorit benign në shumicën e rasteve që ta specifikojmë. Dhe ju mbase doni të theksoni dhe diçka tjetër në lidhje me këtë? Në lidhje me nivellet e prolaktinit? Në lidhje me tumorin në vetë. Atëherë, për sa i përket tumorit, dhe po flasim për ato tumorin që është prolaktin prodhues, ai për fat të mirë është relativisht i rrallë, por ai që prodhon prolaktin është më i shpeshti ndër tumoret funksionale që ndodhin në hipofizë. Se ne duhet kemi parasysh që tumorët e hipofizës i ndajmë në funksionale, kur prodhojnë hormone, dhe jo funksionale. I ndajmë në mikroadenoma, nëse janë më pak se 1 centimetër, dhe në makroadenoma nëse janë më shumë se 1 centimetër si volum. Dhe kjo gjë është e rëndësishme sepse dhe ecuria klinike se cilës për këtyre është pak e ndryshme dhe natyrisht edhe trajtimi do jetë pak më specifik. Patjetër që do kërkoj, tashmë ne flasim për trajtime të personalizuara, aq më tepër kur në çdo rast tumorët e hipofizës meritojnë trajtime të personalizuara. Më ke sugjeruar një fjalë që është term vjen nga greqishtja dhe është term mjekësor, po unë do doja na sqaroje pak për publikun. Është patologji dhe quhet akromegalia. Ç'do të thotë kjo fjalë dhe a kanë lidhje me ato që përmendëm më sipër? Atëherë, siç ishin në pjesën e përparme të hipofizës, qelizat që prodhonin prolaktin, kemi edhe disa qelizat të tjera në pjesën e përparme të hipofizës. Përsëri jemi tek pjesa e përparme. Pjesa e përparme. Kryesisht të tumorë origjinojnë nga pjesa e përparme. E kuptova. Dhe një tjetër hormon shumë i rëndësishëm që prodhohet aty është dhe hormoni i rritjes, growth hormone. Dhe akromegalia është pikërisht ajo patologji që shoqërohet me rritje të nivelit të growth hormone dhe hormonit efektor të tij që është IGF-1. Akromegalia duhet kemi parasysh që diferencon nga pikpamja klinike në raport me moshën kur instalohet si patologji, që do të thotë. Nëse instalohet për para moshës së mbylljes së epifizave kockore, pra çimentimit, po themi të kockave, që është diku te mosha 20-21 vjeç, nëse ndodh para kësaj moshe, pacientët përgjithsisht kemi të gjatë. Dhe kemi dhe disa personazhe, për shembull gjigandët, që janë iniciuar pikërisht nga kjo patologji. Nga ana tjetër, nëse instalohet mbas mbylljes së epifizave kockore, natyrisht aty nuk ka më hapësirë për të zgjatur, por shoqërohet me zgjerim të kockave dhe përgjithsisht nga pikpamja klinike pacientët kanë kocka më të dala, qoftë të mjekrës, të pjesës së ballit, mund të kenë grobza në zonën anarsyve, kanë zmadhim të duarve dhe të këmbëve dhe një gjë që ju bën përshtypje është që për shembull nuk ju bën më unaza e martesës, ose që kanë ndryshuar numrin e këpucës në raport me që kanë pasur para 10 viteve. Duhet që një patologji që instalohet shumë ngadalë dhe ndryshimet janë shumë të ngadalshme, i shpëton vëmendjes së vetë pacientit për kërkuar pastaj ndihmë mjekësore, ndoshta për një kohë të gjatë. Dhe këto janë pikpamje, domethënë pasojat që kanë nga pikpamja e sistemit osteoskeletik. Por përveç kësaj, hormoni i rritjes ndikon shumë në organizmin tonë në të gjitha organet. Dhe përgjithsisht pacientët kanë organomegali, që do të thotë zmadhim të organeve në mënyrë simetrike të gjithë organizmit. Për shembull, mund të kenë zmadhim të mëlçisë, të zemrës. Shpesh pacientët akromegal mund të kenë tiroidën më të zmadhuar dhe me noduj. Dhe për fat të keq, duke qenë se ky është një hormon rritje, pra një hormon që stimulon, ka një risk të shtuar dhe për neoplazi të tjera të organizmit. Këtu nuk ka vend për panik dhe për trembje, por gjej rastin të bëjmë një thirrje që pacientët të cilët e kanë këtë patologji duhet të skrinohen në drejtim edhe të malinjancave të tjera, ku nga më të shpeshtat janë ato të zorrës së trashë të kolonit. Dhe që në momentin e diagnozës dhe pastaj në ndjekje të vazhdueshme, ato duhet në mënyrë periodike që të bëjnë kolonoskopi. Edhe kontrollet e sugjeruara pastaj nga mjeku. Përveç kësaj IGF-1, Insulin Growth Factor 1. Përveç kësaj dhe një koment i shkurtër për pasojat metabolike që ka growth hormoni i lartë, pacientët akromegal mund të kenë edhe tolerancë të dëmtuar të glukozës, pra të shoqërohen pak me diabet, apo të çrregullime të metabolizmit të yndyrnave. Kështu që
është vërtet një hormon ai që rritet, por me kaq shumë pasoja metabolike dhe në sistemin ose artikular sa ai që organizon ka gjithë punën e organizmit. Shoqërohet me apne gjumi për shembull, për shkak pikërisht të ndryshimit të përmasave dhe volumeve. Kështu që hyn në lojë shumë specialitete në ndjekjen. Të cilat duan patjetër vëmendjen. Tani do prekim një çështje që në fakt në rrjetet sociale përmendet shumë edhe si që ka edhe bota sot dhe nga profesionist dhe jo nga profesionist. Bëhet fjalë për një nga këto hormonet e përmendura shumë të lidhura gjithmonë me stresin, që është kortizoli. Dhe dëgjojmë fjalën kortizol, si që thash, në postime, të diskutohet, le të flasim pak më tepër, çdo të thotë rritje e kortizolit. Dhe është vërtet aq problematik sa thuhet? Pastaj është gjetitur ato këshillat që jepen, sa të do t'i diskutojnë. Tani, për analogji dhe për ta kuptuar pak, ne vim nga një situatë post-Covid, ku kortizonikët nga jashtë janë dhënë masivisht në popullat pikërisht për efektin e tyre jetë shpëtues që kanë pasur në këtë patologji. Disa herë dhe u abuzua, u tha nga studimet të caktuara. Po, kjo mund që ndroj, por gjithsesi doja të tregoja këtë fenomen. Nga përdorimi i shtuar i kortizonikëve gjatë periudhës së pandemisë, edhe ne si mjek endokrinolog shpesh na binte telefoni për të na pyetur për sheqerin, për shembull. Sepse dim që kortizoni mund të rrisë nivelet e sheqerit. Dhe në fakt, edhe në prodhimin endogjen, pra nga vetë organizmi, për shkak të një tumori, qoftë nga mbiveshkore apo qoftë nga hipofiza, kur rritet prodhimi i kortizolit, kjo është një nga pasojat e shpeshta që ne hasim, rritja pikërisht e niveleve sheqerit apo një instalim diabeti, që ka një background jo atë diabetin tradicional të tipit të 2 që ne jemi mësuar dhe që shohim më shpesh në përditshmëri, por që ka në background rritjen e niveleve të kortizolit. Nga ana tjetër, shoqërohet me rritje të tensionit arterial. Pacientët të cilët për analogji prap gjatë periudhës së pandemisë përdornin kortizonik kishin vlera më të larta të tensionit arterial. Kështu që të njëjtën gjë bën edhe kjo patologji. Tjetër, kortizoli i shtuar mund të shoqërohet me osteoporozë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, madje sa herë që ne jemi përpara diagnozës së një osteoporozë ose osteopenie, një nga gjërat që përjashtojmë duke pas parasysh edhe faktorë të tjerë klinik që pacienti mund të ketë, është pikërisht hiperkortizolizmi, pra rritja e prodhimit të kortizolit tashmë endogjen, të prodhuar nga vetë organizmi. Si e masim kortizolin me një analizë gjaku, matet? Kortizoli mund të matet me një analizë gjaku, matet në orën 8 deri në 9 ose 10 të mëngjesit. Ka shumë rëndësi kjo gjë, sepse sidomos kortizoli është një hormon që ndjek një ritëm cirkadian në trupin tonë. Por ajo që ka rëndësi në këtë rast është për ta sqaruar ndoshta pak edhe për pjesën e popullatës, është që jo vetëm një analizë thjesht e një hormoni për ne është mjaftueshëm informative. Ndonjëherë ka nevojë që një hormon të caktuar ta vendosim në kushte të veçanta stimulimi apo frenimi për të kuptuar se si do reagoj dhe në mënyrë indirekte ne të kuptojmë se çfarë patologjie mund të jetë pas. Po këto janë specifika të profesionit tonë, nga e cila ndua... Pastaj juve i bisedoni ne i bisedojmë me pacientët mbas një dyshimi klinik, se cilat analiza ne do përzgjedhim për ta vërtetuar apo për të shtuar një patologji të caktuar. Gjithashtu kortizoli, kur është i shtuar në organizmin tonë, shoqërohet me mbipesh, me obezitet, shoqërohet me sindrom depresiv, që shumë i rëndësishëm tek ta pacient. Shoqërohet me një obezitet i cili është i përqendruar kryesisht në pjesën e barkut. Mund të ketë strije pacientit, të cilat janë strije të kuqe kryesisht, dhe me një fasje që është thuajse karakteristike e rumbullakosur. Gjithashtu kortizoli mund të shoqërohet me çrregullimin e metabolizmit lipidik. Pra, është gjithashtu një hormon që ndikon në mbar organizmin ton me pasoja metabolike gjithandej. Prandaj thuhet që ne mbahemi dhe funksionojmë nga mirëmbajtja dhe mënyra si funksionojnë hormonet tona. Shumë e vërtetë. Përmende diçka më parë, mbase do të kthehemi pak kortizolit dhe mënyrave të rregullimit të tij pak më vonë, përmende pak më parë tumor që prodhon hormone dhe tumor që nuk prodhon hormone. Pra kemi dy situata të ndryshme. Ç'ndodh në këto raste? Deri tani ne folëm kryesisht për tumorët që prodhojnë hormone dhe gjithë shenjat klinike që lidhen me mbi prodhimin e secilit prej këtyre hormoneve. Por duhet të kemi parasysh që nga ana tjetër ne kemi tumorët të cilat nuk prodhojnë hormone dhe që pasojat e tyre klinike i kanë vetëm kur këto tumore janë të një përmase të caktuar që ose të sjellin shtypje të strukturave përreth,
ose të shoqërohen me dhimbje të forta koke, të cilat pacientët vinë dhe i referojnë dhe kjo mund të jetë arsyeja që ato shkojnë bëjnë një imazheri, bëjnë një rezonancë koke dhe aty papritur zbulohet që kemi një tumor. Sepse në analiza dalin të gjitha në rregull dhe ato gjithsesi e kanë praninë. Pikërisht kur kanë këtë klinikën, po themi, uzurpuese ose hapësirëzënëse që këto tumore mund të kenë hipofiz. Dhe kjo hapësirëzënie mund të jetë jo vetëm në drejtim të shtypjes së qelizave të tjera normale që ka hipofiza dhe mund të shoqërohet me deficite të këtyre hormoneve, por nga ana tjetër mund të shtypë dhe një strukturë që ndodhet shumë pranë hipofizës, që është kiazma optike, dhe të shoqërohet pastaj me dëmtime të fushës vizive dhe kryesisht pacientët kanë vështirësi në të parit anash. Anash. Ja e thamë edhe këtë. E thamë dhe një detaj, dhe madje është një ekzaminim shumë i rëndësishëm që ne bëjmë tek pacientët ku ka një tumor hipofize, shohim fushën vizive në mënyrë që të kuptojmë se si është e para periferike e tyre. Doktoresha, kishe shumë të rëndësishme punën në ekip dhe patjetër kur bëhet fjala për një tumor, edhe për rastet kur ai është benign dhe nuk rrezikon jetën, gjithsesi ai patjetër duhet trajtuar. Si trajtohen këto problematika dhe si është puna juaj në Spitalin Amerikan 3, pra duke filluar që nga testet laboratorike, nga specialitetet që përfshihen, nga imazheria, sepse është një proces me disa hallka dhe duhet patjetër të jeni në konkordim me njëri tjetrin. Patjetër. Trajtimi i tumoreve të hipofizës është një punë absolutisht multidisiplinare, ku hyn dhe delikate, shumë delikate, ku hyn në lojë disa mjek. Ndoshta për herë të parë pacienti mund të vitë kun ose mund të shkojë te ginekologu, sepse varet cili është prezantimi klinik që ato e ka shqetësuar më shumë. Por mbasi ndonjë prej hormoneve del i rritur, ai fillon pastaj dhe adresohet tek endokrinologu dhe aty fillon dhe koncentrohet pak puna. Fillon duke marrë një anamnezë shumë të detajuar të gjithë historikut, qoftë përdorimit medikamenteve, të gjithë shenjave klinike, një analizë shumë e detajuar, multisistemike, duke pas parasysh të gjithë pasojat që unë ju përmenda që tumore hormon prodhuese të ndryshme mund të kenë. Dhe mbas saj, kryesisht ne domethënë azhurnojmë analiza laboratorike dhe rezonancën e hipofizës, e cila është një ekzaminim specifik që kryhet në këtë rast dhe shumë informativ për ne. Bëhet fjalë për ato që njihet rezonanca magnetike, rezonanca magnetike e kokës, por me prerje të caktuara dhe me fokus hipofizën në mënyrë që prerjet të bëhen të holla, duke qenë se ne folëm për një gjendër që është shumë e vogël për masa, ishte sa një bizele. Eksakt. Kështu që për këtë arsye, domethënë imazheria i dedikohet disa prerjeve shumë të vogla dhe fine në mënyrë që ne të zbulojmë nëse aty kemi një masë apo jo. Kështu që ky është momenti që vjen imazheristi dhe bëhet pjesë e ekipit. Po ka nevojë për kirurgji këto raste? Jo të gjitha rastet ka nevojë për kirurgji, për shembull tumoret që prodhojnë prolaktin, primarisht mund të trajtohen me medikamente nëse nuk janë shumë invazive apo nëse nuk shtypin në mënyrë akute kiazmën optike dhe përbën pastaj një urgjencë, po themi neurokirurgjikale. Në pjesën më të madhe të tyre ato mund të trajtohen fillimisht në mënyrë medikamentoze. Dhe medikamentet në këtë rast kanë efekte pozitive jo vetëm në uljen dhe normalizimin e niveleve të prolaktinës, gjë që sjell pasoja shumë të mira pastaj në organizmin, sepse rivendoset fertiliteti dhe rivendoset domethënë gjithë cikli menstrual normal tek vajzat dhe tek djemt, dhe tek djemt për analogji. Përveç kësaj ato bëjnë dhe rrudhjen apo zvoglimin e përmasave të tumorit. Dhe unë në praktikën klinike kam parë raste që kanë ecur jashtëzakonisht shumë mirë vetëm me terapi medikamentoze. Për sa i përket hormoneve që prodhojnë prolaktin, ndërsa tumoret e tjera, kur janë biologjikisht aktiv, në përgjithësi zgjedhjet e parë kanë kirurgjin. Po mbase duhet një neurokirurg në këtë raste? Pa diskutim, kjo është momenti që ekipit tonë pastaj i bashkohet edhe neurokirurgu. Sot me kirurgji të cilat janë shumë të sofistikuara dhe që janë përmirësuar ndjeshëm dhe për fat mirë sot vendi jon dhe spitali ku punoj kemi shumë eksperiencë në trajtimin e këtyre hormoneve. Por ka gjithmonë që ju i përmendi avantazhe dhe disavantazhe të rastet. Në raport me neurokirurgjin. Me neurokirurgjin dhe ndërhyrje në vetvete. Tani, sa më shumë që avancon koha dhe sa më me eksperiencë tjetë neurokirurgu që i realizon ndërhyrjet në tumoret e hipofizës, aq më të vogla janë dhe gjasat që ne të kemi pasoja. Por në përgjithësi pasojat e një kirurgjie të hipofizës
nuk janë shumë madhore dhe janë të menaxhueshme. Për shembull, një nga gjërat që mund të ndodhë është deficiti i hormoneve të tjera, pavarësisht heqjes së tumorit bazë, dhe këtu shprap momenti që ne si ekip multidisiplinar do duhet që të bëjmë terapinë hormonale zëvendësuese adekuate për këto pacient. Pastaj komplikacionet e tjera që lidhen me ndërhyrjen kryesisht janë komplikacione të vogla dhe të menaxhueshme në përgjithësi. Prolaktina, medikamentet. Po. Efekte anësore, sepse dëgjoj që të pyesin dhe mbase edhe hezitojnë ta marrin këtë medikament dhe sa është dëmi kur nuk e marrin dhe a ka vërtet efekte anësore siç thuhet? Në të vërtet, nuk ekziston asnjë medikament që ne përdorim që të mos ketë efekte anësore potenciale. Po, edhe një analgjezik thuhet. Paracetamoli për shembull, po futemi dhe të lexojmë atë listën, është illatarshëm. Por gjithsesi kjo nuk është arsye, pra efektet anësore potenciale nuk janë arsye për të mos përdorur një medikament kur klinicisti peshon përfitimin që mund të kemi nga një medikament në raport me efektet anësore të mundshme. Megjithatë, ajo që unë mund të them për kabergolinën, që është një nga medikamentet që ne shpesh përdorim në rastet e hiperprolaktinemive, ai është një medikament që efektet anësore kryesisht i ka gastrointestinale, pra kryesisht me nauze dhe ndjesi të vjellave, apo me një lloj hipotensioni, të cilat janë efekte anësore të menaxhueshme nga ana jonë, për shembull mjafton ta marrin në darkë medikamentin apo ta konsumojnë bashkë me ushqimin, dhe këto efekte anësore shpesh minimizohen. Kështu që në përgjithësi janë të menaxhueshme dhe sidomos dozat që ne përdorim për trajtuar tumorët e hipofizës janë doza të vogla, kështu që nuk ka absolutisht vend për të pasur frikë. Kështu që patjetër këshillohet me mjekun dhe vendoset dhe doza dhe mënyra se si për të... Doza, mënyra ndjekjes dhe natyrisht asnjëherë këto medikamente nuk duhen ndërprer pa u vendosur. Me një herë dhe gjithmonë aty doja të thosha, mbase duhet ta specifikojmë që për disa medikamente nuk mund t'i nisësh dhe t'i ndërpresësh apo t'i lësh sepse ato kanë për këtë gjë pacienti duhet të jenë të qartë që në vizitën e parë me fillimin e një medikamenti i cili fillohet natyrisht kur ka indikacion të caktuar për ta filluar, pra kur gjykohet që përfitimi që merr prej tij është shumë herë më i lartë se sa risku nga përdorimi i tij, duhet kemi parasysh edhe ndërprerja duhet jetë po në këtë lloj simbioze me doktorin. Pra, nëse kemi arritur efektin që duam, kemi kohë që tumori po themi është minimizuar dhe është ndoshta fare i padukshëm më në rezonancë, nivelet e prolaktinës janë stabil prekosh, atëherë mund të rigjykohet ndërprerja e tij, por nuk duhet të ndërprer sapo ne shohim nivelet e prolaktinës të normalizuara, me kujdes, sepse me shumë gjasa do të rikthehen prapa ashtu siç ishte. Përsëri, pra duhet një farë kohë që t'japi efekt mbajtës. Që të qëndrojë dhe të mos të rikthehet më. Quhen të shëruara kur mbas janë trajtuar këto lloj tumoresh, doktoresha? Pjesa më e madhe e tyre shërohen, që do të thotë qoftë prolaktinomat që trajtohen nga pikpamja medikamentoze, qoftë dhe tumoret që shkojnë në interventin kirurgjikal. Pjesa më e madhe e tyre shkojnë drejt shërimit. Një pjesë tjetër pastaj, kur nuk arrin dot që po themi të bëhet ajo zgjidhja përfundimtare me vetëm një modalitet trajtimi, për shembull prolaktinomat nëse nuk zgjidhen dot vetëm me medikamente, shkojnë në kirurgji pastaj dhe mund ta marrin aty zgjidhjen definitive. Ose nëse nuk zgjidhen dot as nëpërmjet kirurgjisë, një pjesë e tyre bëjnë radioterapi pastaj. Pra ka dhe modalitete të tjera trajtimi dhe protokolle të caktuara shumë të personalizuara që vendosen nga ekipi multidisiplinar, të cilat mund t'i çojë këto natyrisht drejt zgjidhjes definitive. Më thej që kishe një mesazh. Natyrisht që kemi një mesazh dhe jam shumë e lumtur që ne i dham një hapësirë televizive, një gjëndre që është e vogël, por shumë e rëndësishme për mirëqenien. Janë interesante dhe thash problematika të mbulon një endokrinolog janë të shumta dhe janë me pasoja në gjithë organizmet. Dhe janë gjithmonë me një ndryshojnë me ato shifra ndryshojnë me pak edhe sjellin disa shifra mbas presje. Shumë e vërtet kjo gjë dhe jam shumë e lumtur realisht që i dham hapësirë televizive një masë të vogël, një gjëndre të vogël endokrine për shumë të rëndësishme, sepse me gjithë pasojat që ne përmendëm, qofse ne e hasim dhe e kapim shpejt në kohë një problematik që kjo gjëndër mund të ketë, e sigurt që edhe trajtimi do të jetë më eficient dhe cilësia e jetës pacientit do të jetë shumë herë më e mirë. Unë falenderoj shumë që ishe këtu, të pres përsëri, sepse gjithmonë kanë faqen e Facebookut analiza dhe kryesisht për gjëndrën tiroide, për Hashimoton, ku e tham që preken edhe më së shumti gratë, të pres përsëri dhe të uroj suksese në Spitalin Amerikan 3. Falenderoj. Publicitet.